Shqipëria re! Shqipëria re nuk ndalet më! Shqipëria re nuk ndalet më! Ky është ritmi i ri që ka marrë shoqëria shqiptare. Ky është ritmi i ri dhe energjia e re që ka marrë kjo shoqëri. Ka zbuluar këto ditë, vetëm në një javë, ne zbuluam vetveten, zbuluam mundësinë tonë për të qenë bashkë e për të thënë jo sistemit grabitjes. Jo grabitjes. Jo grabitjes parës publike. Jo grabitjes së starmës tonë. Jo grabitjes së dignitetit njerëzor. Jo grabitjes së natyrës. Shqipëria re, ky është kushtrimi kumti joni i përbashkët. Shqipëria re! Shqipëria re! Shqipëria re! Shqipëria re! Shqipëria re nuk është lojë! Revoltun ato dje nuk e morë vesh. Shqipëria re është kusht i ri për të marrë vesh bashkë. Sa doli kjo janë revoltuar gjithë ato. Kreshnik Osmani është revoltuar. Po është Soros. Po është kushdo që në këtë vend. Por nuk është ky vendi ynë për të negociuar një herë të ardhmen tonë. Ky është kushti jonë. Ky është vendi jonë. Sonja Zotrin, ne kemi zbuluar një mundësi, një kontratë re dhe nuk duhet të negociojmë kurrësi. Ne kërkojmë zhvillim. Por jo zhvillim e grabitje. Ne kërkojmë shoqëri e cila respekton dignitetin njerëzor, por respekton dhe natyrën, respekton çdo qenie mes nesh. Kjo është thirrja jonë, ky është kushti jonë. Së bashku, ne do të dalim, vetëm së bashku. Shqipëria re! Shqipëria re! Shqipëria re! Shqipëria re! Shqipëria re! Shqipëria re! Shqipëria